Përgatitjet për sezonin turistik në njësinë administrative të Postribës aktualisht përfshin pastrimin dhe sistemimin e territorit pranë. Ura e mesit e rikonstruktuar vitin e kaluar është objekti më i rëndësishëm nga ku fillon prezantimi turistik i kësaj zone, thot administratori Avenir Qelaj. Çdo ditë vinë pafund turista këtu, domethënë ka filluar qysh vjet, verën që kaloi, vazhdon prapë më shumë sot domethënë vazhdimsi presim shumë turista edhe akoma më shumë në bashkon, sepse jo veç ura mesi në zonën tonë, por kena kalon e drishtit, kena pjesën e login skirit, urën e shtrejt, prekalin që i përfshin, kena edhe rezervarin e shtodrit që është mrekulli, dhe kena shumë resurse në zonën tonë që mund i përfshim çdo dimension turizmit. Ne çdo ditë punëtorët e shërbime publike i kena në terren, duke pastru mirëmajt si barin, si pastrimin e mbetjeve, çdo gjë se turistët kur të vinë këtu ta shijojnë maksimum të mrekulli që i kena dhe të dalin kënaqur prej këtu, të na vinë akoma më shumë vite tjera. Është me shumë rëndësi të theksohet se turistët kanë siguri maksimale dhe gjejnë në çdo moment mikpritjen e banorëve në të gjitha fshatrat e Postribës dhe deri në Dukagjin, thekson Qelaj. Kjo është një zonë e mirëpritur që i dën turistat, i respekton, ndihen shumë të kënaqur e vlerësuar që ata vinë këtu na bashkohen dhe kalojnë do çaste të bukura këtu me ne. Ura mesit është moshnia zonës tonë dhe për çdo gjë jena sy e vesh domethënë vetë ura mesit si një monument shumë vjeçar kulture. Ndonë se nuk ka të dhëna të sakta, por sipas përllogaritjeve të agjencive apo organizatave turistike në Shkodër, ura e mesit e cila ndodhet 6 kilometra nga qyteti, vizitohet mesatarisht nga 10.000 vizitorë në vit. Po ashtu nga Lugina Akiri dhe deri në Theth për të vijuar edhe në Valbon, qarkullojnë rreth 20.000 vizitorë në vit. Postriba është stacioni i parë i kësaj guide turistike pasi ata kalojnë qytetin e Shkodrës.